Vëllezër, Zoti te bareke ve teala në udhëzimin e tina, në shpalljen e tina, I ka urdhëruar besimtarët që të kompletohen në të gjitha ato aspekte të cilat janë të lavdëruara tek Zoti Dhul Xhelal. I ka urdhëruar që të jenë në besim të pastër, I ka urdhëruar që të jenë vepërmirë, I ka urdhëruar që ta kompletojnë etikën ose mirësjelljen e tyre në mënyrë që të jenë shembull I mirë në shoqëri. Një prej haditheve pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë inna Allaha karraha lakum thalathan. Më të vërtetë Zoti Dhul Xhelal tek ju I urren ose nuk I pëlqen 3 gjëra. Ka thënë qila wa qal, I urren thashë thamet. Wa idaatul mal, dhe shpërturimin e pasurisë, si dhe kethratu sual, dhe pyetjet e tepërta. Pejgamberi alayhi salatu wassalam Allahu ka dashur me I eduku besimtarët në mënyrë që ata të fokusohen në gjërat e cilat janë të dobishme për ta. T'i ruhen gjërave të të pa dëshirueshme, t'i ruhen gjërave të cilat nuk kanë dobi në to. Për shembull, thashë thamet, në to domi I ty në shumë I madh se sa dobia në to. Njerëzit në to për shembull përgojojnë të tjerët, flasin për të tjerët, prekin nderin ose dinitetin e të tjerëve. Pa të drejtë, dhe kjo Zoti na ruaj tek Zoti te bareke ve teala është prej punëve jo të mira. Diçka që Allahu e rrin që kupton që ajo është mëkat prej mëkateve, Zoti na ruaj. Dhe nëse besimtari për shembull përgojon të tjetrin edhe flet për te ose për dinitetin e tina, nesër në ditën e llogarisë ka përqeni detyruar me I dhon prej punëve të tij të mira për shkak të përgojimit që e ka bërë. Një prej dietarëve është pyet për rastin e një personi. I kanë thonë ai personi bën prej punëve të mira, e don fejen, është vepërmir, mirë po flet për të tjerët. I ka thonë ai hoxha është përgjigj, ka thonë ndoshta Zoti na ruaj, atë person Allah e ka kriju me përdor për të tjerët. Për çfarë arsye? Thotë ky bën punë të mira, po se vapet e këtyre veprave do të më shpërnda të tjerëve. E besimtari kur bën prej punëve të mira I ruan ato për vete, se me to nesër shpreson me shpëtu tek Zoti te bareke ve teala. E dyta ka thonë shpërdurimi I pasurisë. Shpërdurimi I pasurisë vjen në 2 mënyra. Njëra Zoti na ruaj ki prej njerëzve të cilët ju ka dhënë Zoti prej pasurisë, prej të mirave të tia, po I çojnë për shembull Zoti na ruaj në harame. Nuk e ndalin vetin prej punëve të liga. Allah na ruaj me të ata në vend se me shpëtu veten e tyre, në vend që me qenë ajo mundësi që mu afru tek Zoti Dhul Xhelal, ajo bëhet shkak për shembull që me humb ata ahiretin e tyre, Allah na ruaj. Ose tjetra më e lehtë se kjo për shembull shpërdorimi I pasurisë duke u thonë për shembull njerëzit në lukse të tepërta. Harxhen do thotë I pasurisë së panevojshme në gjëra të cilat janë vetëm hise e jetës së kësaj bote. Kurse Zoti I Madhërisht neve na ka urdhëruar që çdo mirësi për shembull që e kemi do të mundu me të me fitu shpërblimin e tij, me fitu kënaqësinë e tina. Për shembull, në vend se të marrë një person me vozit, për shembull një makinë tepër të shtrejtë, mundet me pas një më të lirë edhe në hise të asoj pasurie, mu kujdes për shembull me shpenzu vende ku është shpërblimi I Zotit Dhul Xhelal. Ka pas prej gjeneratave të hershme vëllezër, jo lukset, po ata I kanë lënë gjëra të domosdoshme për të bërë mirë të tjerëve, për të ndihmuar të tjerëve, për ta kaluar një situatë të vështirë ose një krizë ose një rrethon ose kështu me radhë. Kurse sot për shembull ka puna që njerëzit lukset e tyre nuk I lanë për shembull për me I ndihmuar të tjerët ose me mendu për të tjerët, Zoti na ruaj. Edhe e treta ka thonë pyetjet e shumta. Njerëzit për shembull duhet me përkufizu veten e tyre, që mos mu interesu për shembull për gjithçka çka lidhet, gjithçka çka dëgjon, gjithçka çka shef. Qoftë edhe në kohën e pejgamberit alayhis salam, nuk ka pas qaf pejgamberi mund pyet për shembull shumë. Për arsye se ka thonë nëse pyetni shumë, ka mundësi për shkak të pyetjes tonë me zbrit një dispozit. Edhe mu bë diçka e ndaluar, për shembull,
që nuk ka qenë më herët. Andaj dhe ka thonë popujt që kanë qenë para jush, janë shkatërruar për shkak të pyetjeve të shumta që u kanë bërë pejgamberëve të tyre. Sepse kur pyetesh ti për shembull zbret shpallje me një dispozitë caktuar. Prandaj ka thonë atë çka unë ja u kam treguar atë për mbohjen e asaj, për atë çka nuk kam folur mos pyetni. Edhe tjetra për shembull, fokusi i pyetjes gjithmonë do të qenë diçka që ka dobi, diçka që ka domethënie. Një person e pyeti pejgamberin alayhi sallam dhe i tha ja Rasulullah kur është kiameti? Pejgamberi alayhi sallam çai tha? I tha madha adet të leha. Thot çka ke përgatiti për atë ditë? Çka të hyn punë ty për shembull, çka ndryshon tek ti nëse unë ta tregoj datën, ta tregoj kohën. Ajo nuk ndryshon tek ti diçka, domethënë të caktuar. Mirë po, ajo çka duhet të fokusohet besimtari është me përgatit veten për atë ditë kur do del para Zotit dhul xhelal. Sepse edhe ti nëse nuk e arrin kiametin, vetëm vdekja, dita kur i kthehesh Allahut, pejgamberi alayhi sallam çka ka thonë? Ka thonë kur të vdes njeriu për teve që është bo kiameti i vogël, sepse ka marrë një rrugë në të cilën më nuk ka kthim, ka marrë një rrugë në të cilën më nuk mundet me ofendu, nuk mundet me shtu prej punëve të mira, nuk mundet me bëj istighfar, nuk mundet me bëj sadaka, nuk mundet me bëj dhikr ose hajrat ose kështu me radhë. Prandaj ka thonë përgatitu për atë ditë është më e mirë se sa në fokusin domon të datave të ngjarjeve kështu me radhë. Çfarë na jep me kuptu kjo Allahu? Kjo na jep me kuptu që në fenë e Allahut dhul xhelal gjithmonë ka gjëra të cilat janë me vlerë, janë me peshë, saqë studiuesit islam kanë thonë nëse i marrim me llogarit ajetet në të cilat flasin për adhurim janë 2%. 2% janë në nomenklaturën e udhëresave, kurse 1/4 e Kur'anit flet do thot për etikën, flet për mirësjelljen, flet për gjërat të cilat duhet më ustolis me të besimtare edhe tjetë çdo herë i mirë në raport me të tjerët. E lusim Zotin te bareke ve teala, pasi që na ka taku ky ndër, më kon prej muslimanëve, më kon prej besimtarëve, të jetojmë si besimtarë, të jetojmë me iman të plot, të jetojmë me vepra të sinqerta për hir të Allahut dhul xhelal. Të mundohemi ta shfrytëzojmë jetën tonë atë që është e dobishme për neve, për familjen dhe shoqërinë përgjithësi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.